نور في الظلمات أنسي في خلواتي. Ana sikur se ka thonë Ibn Qayyim rahimullah, e ku krahasohet muzika? Ata që janë të lidhur me muzikë, janë të varur nga nuk paramendoj jetë pa shku pak zonë apo. Nuk mund me jetuaj apo. Ku krahasohet kjo muzikë me fjalë të dyta, e të pesta, e të njerëzve të thjeshtë? Ku krahasohet kjo me fjalën e Zotit të gjithësisë? Ku krahasohet kjo? Wallahi veç ai që se ka një ëmbëlsi me kësaj, ka mundësi me shku te kjo apo. Nga sa ai që kanë dëgjuar ëmbëlsinë e Kuranit, wallahi dje e lexoj e ngosha një lexues Kur'an e kishin qitë në internet. I shoh një koment poshtë, nëse kjo nuk është i vërtetë koment tek e fundit, nuk e dim kush ka bëu. Mi po ka të tilla të shumta, thënë un jam çifut, por jam duke u kënaqur me këtë lexim aftë. Në para i jehudi, çifut. Mi po më drejt zoni i bukur dhe fjalët e bukura dhe ajetet madhështore kanë bërë që një i tillë me pranuar punën aftë. Dhe sa është provu kjo aftë. Andaj ai që ka kuptuar dhe ka shih ëmbëlsinë e Kuranit, wallahi muzika i duket gazep edhe azab. Nuk ka mundësi me ngu, veç nëse detyrimisht thjesht në ato. Mi po kur nuk kënaqet zemra jonë me adhurimin te Allahu xhallahu ala, kur nuk kënaqet kjo zemër me ndëgjimin e Kuranit, atëherë zemra kërkon diçka. Dhe automatikisht edhe një fjalë e tillë, edhe ult, wallahi që nga ne kur ti dyqanos dikun të imponuar, të vinë do fjalë vesh, thush halal me kon nuk ish ndëgju kjo apo. Te ke funi jo vetë është halal dhe haram, por njeriu e ka në vetë një personalitet, një karakter, nuk lejon me gjithçka më umush aftë. Në karakteri i njerit apo dhe kënaria e tij nuk ishte me leju që me hub vakt edhe me dhunu vesh të vet me fjalë të tilla aftë. Hiç pa hin në çerim se është halal është haram apo. E mos klasëm çka i tulon aftë. Çka i tulon për këtë punë aftë. يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.